ilustrimi i zgjidhjes është Hungaria, që për çdo çift të ri që martohet, jep 30.000 euro kredi me 0 interes. Është dakord Berisha me këtë? Patjetër. E jep. Nuk e vendos ti këtë. Pra, kjo është e para, jepet 30.000 euro kredi. Unë e premtoj. Po fitoj Partia Demokratike, kjo gjë do ndodhi, se unë vetëm me këtë do merrem. 30.000 euro kredi me 0 interes, dhe nëse bën 3 fëmijë të falet kredia. Pra, këto janë politikat për të mbajtur një të ri në Shqipëri, ta bësh një meçati mbi kokë dhe t'i japësh edhe një incentiv që të bëhet edhe me 3 fëmijë, të shtohet popullata shqiptare, të shtohet konsumatori në ekonominë shqiptare në të ardhmen, të shtohet dhe kombion. Se një familje e re me çati mbi kokë dhe me 3 fëmijë i ka shanset gati 0 për të emigruar. Po një çift i ri që jeton me qera, do blej shtëpi me 30.000 euro? Do vëri 30.000 jam mjafton për 20% depozit. Pastaj 80% tjetër merr kredi. Ta thash dhe një, rrethi viciozë që nuk e bëjnë kurrë atë 20% e depozitës. Dhe bashkëmoshatarët e mi e kuptojnë shumë mirë këtë. E din. Po, çfarë avantazhi për shembull më tani premtim konkret thash, ë? Jo, dakor. Çfarë avantazhi keni ju karshi bashkëmoshatarëve tuaj po në lista nga kampi përballë? Unë. Sepse ka të rinj edhe në Partinë Socialiste që përballë këtyre deputetëve që duam. Jo, po Rama ka futur në lista edhe shumë të rinj nga Partia Socialiste, nga radhët e socialistëve. Jo, nuk ka të rinj Partia Socialiste. Pse s'ka të rinj? S'ka fresh. Më thuj kryetarin e freshit. Ka të rinj që ka 7 vjet s'ka. Që kanë hyrë në lista. Ka 7 vjet s'ka fresh. Po them fushatën që do bëjnë të rinj. Po pra 2 sekonda pra se po ta them edhe një herë. Po, nuk ka të rinj Partia Socialiste, se të rinj e Partisë Socialiste duhet të jenë të freshi. Një forum rinor e Eurosocialist të Shqipërisë, që e respektoi pafund si organizatë, çdo forum rinor. Po Edi Rama e zhduhu atë forum. Po ka servila. Ka njerëz që e mban lidhjen kështu vertikale, gjithë servil të kretarit janë. Jo, forumi rinor i Partisë Demokratike, nëse e ke ndjekur historikun, ka dalë shumë herë kundra kryetarit Partisë Demokratike, kushdo qoftë. Tani pyetja që po të bëja. Po ta bësh, se nuk kemi ndoshta më të rëndësishme në Shqipëri që dikush të bëjë research për ne. Po mund të ti përmend kohët kur ne kemi dalë shumë herë kundra kryetarit Partisë Demokratike dhe janë të shumta. Kemi dalë në kohën e Bashës. Po jo, në 2013 kemi bërë fushat për Sokol Oldashin. S'kemi bërë për Lulzim Bashën, se pretendohet që ne do dëgjonim atë që përflitet që kryetari i Partisë Demokratike ka mbështetur Lulzim Bashën, ne kemi mbështetur Sokol Oldashin. Në 2017 kemi dalë kundër prapë Lulzim Bashës. Mi dalë në krahët Astrid Patozit. Kur u bë një lëvizje një foltore në 2021-shin, kemi dalë kundër Lulzim Bashës. 2025-ën i dalim kundër dhe Sali Berishës për gjërat që besojnë. Kështu që nuk kemi servila, ne jemi shumë ndryshe nga ata. Pyetja që unë po bëja është krahasimisht pra, çfarë keni ju avantazh? Pra, po, jemi një organizatë politike, nuk jemi të rinj anonim. Pra, unë po them si të rinj. Po ta them pra tani. Po, je organizatë politike të rinj anonim. Po, jemi një organizatë politike konkrete që nuk kemi servila ndaj kryetarit partisë. Iku e para. Kemi një fizionomi politike që e njohim se për çfarë aderojmë, kurse ata aderojnë vetëm për para. Se janë punësuar, po të punësuar në administratë publike këtë gjithë. Po sepse më thuj një emër që s'është i punësuar në administratë publike. Po më thuj një emër. Po më thuj një emër. Por arbitër ai Petalia Trëndafilit i punësuar. Po pse po të ishte PD-ja në pushtet nuk do ishte në administratë? I punësuar në shtet dhe votoi në Himar. Po të ishte PD-ja në pushtet nuk do ishte në administratë. Lushnjari votoi në Bashkinë e Himarës. Është në SPAK ai. Po jam dakord, nuk po merrem me emra konkret. Po merrem me emra konkret. Po, pra thash e para organizata, e dyta e dim ku aderojmë. E treta, ne kemi bërë 12 vjet sakrificë opozitë. Ne kemi luftuar për këtë demokraci, për këtë rotacion. Ata luftojnë vetëm për xhepin e tyre. E katra, ne patjetër kemi idealizëm. Ata kanë pragmatizëm. Të rinj që vinë forumin rinor, aq relative, po jo, ajo është aq konkrete. Ajo është kaq konkrete. Se i njoh unë të rinjt e forumit rinor, që unë nuk mund t'i ofroj asnjë gjë sot. As t'i ndihmoj në një provim, as një bursë, as një punësim. Po si jeni në pushtet, se po të ishin në pushtet. Po pritëm ke 12 vjet, kemi 12 vjet pra thash. Po bra, po të ishin në pushtet. Po jemi idealist, jemi idealist. Po ju nuk ndihmoni se s'keni mundësi, ose jeni idealist. Mos ta. Po pa çka se s'kemi, po pra shumë mirë pra nuk ndihmojmë se s'kemi mundësi dhe prap na vijnë.
Na vinë më, janë idealista, është për du vlerësuar që të rinj aderojnë në një opozit. Është maksimale idealizmit sot, në një shoqëri që vetëm pragmatizëm po shef. Vetëm interes po shef. Vinë pa interes. Që këtu vinë se besojnë. Dhe njerëzit që besojnë nuk i shesin besimet e tyre aq lirë. Po luftojnë për ato. Në kryet bisedës që ne na i kanë vjedhur zgjedhjet. Po. Nëse e marrim mirëqen, atëherë pse jepni garanci fitoreje kur mund t'ju vjedhin sërish? Sepse konditat kanë ndryshuar. Cilat janë konditat? Atëherë në 2023-2021 Edi Rama ka marrë viston nga ambasada amerikane për t'i vjedhur zgjedhjet. Patjetër. Po tani? Që kur del ambasada amerikane me një deklaratë që mos votoni non gratën, që kur del ambasada amerikane dhe një zgjedhjet pa filluar numërimi, pa ardhur raporti OSBE-Odirit, pa marr raportin final të vëzhguesve të tyre, i njeh. Që kjo është një leje për të vjedhur. Si duhet leje për të vjedhur. Patjetër. Nëse marrim mirëqen, po patjetër, nëse ambasada amerikane nuk njeh zgjedhjet, është ndryshe situata. Po nëse ajo i njeh, i vjedh kollaj. Kësaj radhe, s'po shohim deklarata nga ambasada amerikane mos votoni non gratën. Po ashtu s'po shohim asnjë të ngarkuar nga ambasada amerikane nëpër dreka të diele me kryebashkiakët socialistë. Yuri Kimin tani qofte Trahana, Petulla, Byrek, me Erion Velin hate çdo diel. Edhe nxishte edhe foto. Nuk është më situata njësoj. Dhe për këtë e kam dhe për votuesin shqiptar. Të jetë shumë i qetë se nuk është situata siç ka qenë. Në rregull, po se mos përsërisni alibin e njëjtë pastaj. Ne do jemi në krye të detyrës për të denoncuar dhe demaskuar çdo shitblerje vote, çdo shkelje të kodit elektoral. Sektora do ju ndihmojë dhe SPAK-u për krijimit zgjedhore. Dhe ne do ndihmojmë dhe SPAK-un ndihmojmë ne SPAK-un, SPAK-u bën detyrën. SPAK-u do të bëj detyrën. Ndihmojmë ne SPAK-un, duke denoncuar. SPAK-u të bëj detyrën. Ti si i ri për shkakun ndan njëjtën linjë me Berishën në retorikën për drejtsin, për SPAK-un? 100%. Unë nuk e besoj fare drejtsinë shqiptare. Zero. E di pse? Se unë do mund ta argumentoj, se okay, mund ta nxjerrësh lajm. Unë jam si Berisha, SPAK-un. Jo, po më duket çudi që një i ri ta shoh kaq. Po ata argumentoj. Po. Atëherë. Unë vetë kam studiuar në Britaninë e Madhe. Dhe aty është një shprehje. Drejtësia e vonuar, drejtësia e munguar. Është dhe këtu e njohim. Po pra, po e bëj, po ata e kanë bazë këtë shprehje. Drejtësia e vonuar, drejtësia e munguar. Dhe po ashtu po të shkojmë përtej, drejtësi selektive, drejtësi përsëri e munguar. Pra drejtësia e Shqipërisë është drejtësia e vonuar, për qytetarin shqiptar them, pret 14, 15, 16 vjet marrë një vendim gjykate sot. Pra ti mund të hedhësh shtetin shqiptar për pensionin, se ta ka llogarit gabime, kur të vdesësh të japin drejtën. Mund të hedhësh shtetin shqiptar për një rip toke, dhe kur të vdesësh merr të drejtën. Flas për gjithë drejtsinë, se për mua drejtësia s'është vetëm SPAK-u. Drejtësia është gjithë sistemi. Po një reformë. Kemi harxuar miliona euro për atë reformë. Kemi harxuar kohë. Jo, s'ka fare vend përmirësim, është më keq se ç'ishte. Është më keq se ç'ishte. Është më keq se ç'ishte dhe kjo është fatkeqësia. Unë kam qenë mbështetësi më i madh i reformës në drejtësi, si qytetar. Jam shumë i zgënjur nga reforma në drejtësi. Kur i dha fund. Jam shumë i zgënjur. Për herë të parë pa dëshkueshmëri së madhe në këtë. Po jam akoma te argumentimi im. Jam shumë i zgënjur si qytetar nga reforma në drejtësi, sepse unë du drejtësi. Unë sot si qytetar nuk marr drejtësi. Unë si qytetar nuk të vjen mirë të shoh këtij vendi që për herë të parë. Pra unë nuk do ndroja, unë nuk do ndroj. Ja po përgjigj. Unë nuk e ndroj kur të drejtën time personale për drejtësi me 4-5 politikanë që ata mund të duan ti ndëshkojnë. Jo, unë du drejtësinë për qytetarët njerë dhe politikanë qytetarë ndëshkojë, jepja drejtësinë. Po jo, unë po bëj 4-5 politikanë dhe 2 milion shqiptarë mos kenë më drejtësi. Se këtil është situata. Shko njerë në gjykata, fol, me qytetarët, me avokatët, merri njerë pyeti. A ka drejtësi, a s'ka drejtësi sot? E para. E dyta, kalojmë pak te SPAK-u, që po bën drejtësinë. Selektive është. Selektive më. 100%. Po selektive, që dhe dosja inceneratorit, e ndanë 3, që mos shkojmë te Edi Rama. Mos të shkojmë te Edi Rama. Më shumë janë goditur majta se sa nga ju. Po, ama vetëm Ramën jo. Vetëm Ramën mos e prek.
Larg Ramës. Po pse? Erion Velin po e çojnë për garderob gruaje. Erion Velin po e çojnë për Erion Velian po e çojnë për garderob gruaje në burg, ndërkohë ta çojnë për incineratorët në bashkë me Ramën. Po edhe kryeministri juaj kur ka qenë kryeministër nuk është prekur ndonjëherë nga drejtësia edhe për shumë ngjarje të prekur në kuptimin të thirrët merret në pyetje si qysh tek për ngjarje të mëdha. Atëherë s'ka përmirësim pra. Atëherë s'ka përmirësim pra. Se the ka përmirësim. Jo, ti the është më keq. E thash si qytetar më. O e si qytetar është më keq. Po pra, po një kryeminist si në politik. E thash si qytetar. Thirrur ndonjëherë këtu, s'ka dhënë llogari. Po merren hetimin ti, s'ke nevojë të arrestosh, më merren hetim. Po pra, po atëherë as në hetim nuk merret. Po merret ti në hetim sot, kjo është standardi i ri drejtësia. Merren hetim, i përmendet emri. I përmendet emrin çështjen në Amerikë, nuk kapet çështjen në Shqipëri. Drejtësia është kjo, selektive. E dyta, edhe këta të kraut të majt dhe këta të kraut të majt që janë goditur kur marrin leje nga Edi Rama për të goditur. Normal. Edhe kohën kur e do Edi Rama të goditur. Dhe këtë e dim gjithë.